Tiranas do të përballet me Slovakinë në gjysmëfinalen e play-offit. Dueli i parë për Tardana do të luhet në transfer, ndërsa nëse fitojnë ndeshjen, gjejnë në finalen e play-offit fituesin e çiftit Turqi-Rumani. Nëse luan në finale, Kosova i pret rivalet në stadiumin Fadil Vokri të Prishtinës. Mund të themi që kundërshtar të lehtë nuk ka, sepse të gjithë që janë aty kanë bërë një ecuri të mirë. Mirë po, mendoj që nuk është i pakalueshëm, vetëm shpresoj që të ruhet forma e skuadrës dhe të mos kemi lëndime deri në mars. Ata e kanë një besim të madh shumë për kualifikim. Ndeshjet gjysmëfinale të play-offit do të luhen në 26 mars, ndërsa 5 ditë më vonë, në 31 mars, luhen ndeshjet finale me një takim nga ku do të mësohen dhe 4 skuadra që do të marrin një bilet për në Kupën e Botës 2026. Të gjitha ndeshjet janë me një përballje dhe në rast barazimi gjatë 90 minutave, skuadrat i drejtohen shtesës prej 30 minutash dhe nëse është e nevojshme dhe penaltive. Të gjithë besojnë se do t'ja dalin. Shqiptarët e bashkuar mund bërtasin në çdo vend të botës. Kosova dhe Shqipëria ndrojnë që të shkojnë së bashku në botror. Një rrugtim i vështirë, por jo i pamundur. Një komb, 2 kombëtare dhe një histori që po shkruhet sikur më parë.